A konsiderohet mishi i derit njëjtë haram si mishi i kafshëve tjera jo halal të prera? Pra kemi dy situata. Kemi ka njona on mishin e derit, apo derin nga ona tjetër kafshët që në parim janë halal me ungran. Deri është haram, këto janë halal. Çdo kafshët që janë halal, a mundën me u bën haram sikurse deri? Themi mundën me u bën për dy arsye. Ose therrja është jo në formën halal, ose mund t'jetë therrja në formën halal, si therrje, por nuk është për hir të Allahut. Nuk është për hir të Allahut. Atëherë, në këto dy raste, të dy rastet ndalohet, edhe nëse është therrje jo në formë halal, ose është therrje për dika tjetër jo për Allahun. Këto dyja të bën haram, sikurse mishi i derit. Në aspektin, domethënë sheriatik, njëjtë janë sikurse mishi i derit bën haram. Por në aspektin shëndetësor, ka raste kur, domethënë, mishi i derit është më i dëmshëm për fizikën e njerit se sa që kjo therrja që është bë për shembull jo për hir të Allahut. Është bë në formën fizike njëjtë sikurse muslimanët që shqiprejnë, po nuk është thonë bismillah, po është bë për shpirt ose për madhrim të filan idhullit. Në këtë rast, ngrania e atij mishi është ndaluar rreptësisht, por dami i tij nuk është njëjtë sikurse i derit, dami fizik. I derit është më i madh. Çfarë themi neve? Themi që në të gjitha rastet është ndaluar sikurse deri, ashtu edhe këto që therrën jo halal apo që therrën për dika tjetër, jo për hir të Zotit.